Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pas 48 orësh brenda në shtëpi, Egli merr vendimin e papritur në lidhje me Gjestin. Egli ka pasur një bisedë me Viserlon ku ka biseduar në lidhje me raportin e saj me Gjestin pas rikthimit në shtëpinë e famshme. Banorja shprehet se ai duhet të mbajë përgjegjësi për veprimet e veta dhe sipas saj ka qenë një gënjeshtër. Për këtë arsye Egli shton se secili të shikojë rrugën e vet duke mos lënë shteg as për takim jashtë shtëpisë apo një lidhje më të zhvilluar jashtë shtëpisë. Ta shndërroj gjithë këtë presion të madh për forcë dhe për të ecur akoma më shumë përpara. Nëse ka një fitore që është më vështirë në gjitha historitë, është pikërisht kjo. Jo një fitore që vjen gjithmonë me brohëritje, por ajo që vjen pasi ke kaluar në përhymner, kur gjithçka ka punuar kundër teje, pa asnjë dritare të hapur, pa asnjë dorë të shtrirë, por vetëm me një shpirt që refuzoi të mposhtet. Kjo është një fitore që nuk kuptohet nga të gjithë, por peshon më rënd se çdo gjë tjetër.